Ali Ahmeti me këtë debatën politik, një fitore ekstreme fitoj Vleni. Duhet të jetë dorëheqje, në qoftë se është pak i morashëm, duhet të jetë dorëheqje edhe kohën e ka edhe kështu që unë mendoj kështu. Po brenda BDI-s ka që ndoshta kanë filluar lufta intrigave kush do ta pasojë tani, që janë, pra mund ta themi ndoshta që janë gëzuar për të humbje, se me atë rast largojnë Ali Ahmetin. Po besa edhe janë gëzuar. Janë gëzuar, shkaku se ai eliminoi antarët e vet. Në ato komuna, ku thash, në Stru. Ai eliminoi antarët e vet dhe Zjavdin Sela ishte në partinë e Ali Ahmetit, ishte mish i huaj dhe armik i përvetuar gjatë kampanjës, gjatë fushatës vetveçare. Ishte pra armik i përvetuar Taravari, ai aty i largoi të vetit e i afroi ata dhe u dha shumë përparësi, boni deputeti, boni kështu që... Po nuk e kuptonte Ali Ahmeti këtë, një politikë vjetër i luftës së paqes? Duket se Ali Ahmeti kohën e fundit sikur që nuk i interesonte më partia. Ai ati sikur e vërente se i ka ardhur fundi dhe ai gjoje se është për partim. Do ta marrë këtë se unë jam për bashkim të shqiptarëve dhe ai mori koalicionin më të dobët. Më besoni, në tetor nuk ka kokë vote Sela. Më shumë ka vota me Dufaqi se të dy. Edhe Taravari, edhe Sela, bashkë nuk kanë vota sa me Dufaqi në tetor. Kështu që në tetor ata nuk mundin të ndihmonin. Si do të ndihmonin? Edhe në Stru votat janë të këtij të BDI-s, jo të Selës. Edhe në Gostivar aq populli, aq ata antarët e Selës, aq ishin të revoltuar, sa që edhe nuk dolen e bojkotuar, nuk dolen në zeri. Aty që ka fituar, ata janë antarë të BDI-s. Nuk janë të Selës ata. As 20% në Vrapqish nuk dolen. Pra, Vrapqishin e kishte Taravari, Gostivarin e kishte Taravari, Humbi. Nuk ka unë, po azër është. Taravari e kishte Sarajnë, Humbi. Taravari e kishte të Arcën, Humbi. Sela, Humbi krejt. Kështu që, qëka duhet të them? Po të bëm një krahasim të koalicionues të BDI-s të Ali Ahmetit me Vlenin. Ali Ahmeti i dobët, shkaku se për të hyrë në koalicion, duhet që ai të ndihmoje. Kështu që Sela nuk i ndihmohete, por kundërzi, me votat e BDI-s ai fitoi. Pra, Sela dhe Taravari ishin dy njerëzit që e shkatëruan, pra e groposën nga brenda, e fundosën. E groposën nga brenda, së bashku me, pra, pse them ashtu? Shko është interesant. Kishte vet Ali Ahmeti, unë besoj se do kishte fituar, Vleni do kishte shumë marron. Kështu që Ali Ahmeti vet është i fortë. Me shokët me këto, i domët, dobësohet, e kundërta, Vleni, për shembull me bashkimin e tyre, për shembull një grup votues në tetor në Pollo ka Bilali, grup tjetër ka në Shkup Izet Megjiti, ka edhe Zeqeriaj, edhe kështu që ata u forcuan. E kishte një reklam Ali Ahmeti me nipin, me besën e vet, mere këtë thupra theja, 4 thupra. Kjo ishte për Vlenin, se ato 4 ishin. Ato u bashkuan. Jaj. Por tani në këto moment që goditja politike ndodhi, pavarësisht se në votë popullore Ali Ahmeti është shumë më para sa Vleni. Po mundet është ky momenti që Mickovski ndoshta, siç kemi parë në Maqedoni, që
Qa mund ndodh, mund t'japet edhe një goditje tjetër?